Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuar I parë është Bruno Shemsha. Bruno, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje Klea. Jam shumë e lumtur që do kam sot në studio. Gjithashtu edhe për mua, shumë kënaqësi. Atëherë të gjithë të njohin nga përputhen shumica, sepse ti ke marrë pjesë edhe në pjesë të tjera televizive. Kanë kaluar plot 5 vite nga I rrugtim. Si e kujton veten ato kohë? Përputhen kanë qenë zanafilla ime në televizionin shqiptar dhe mund të them që isha shumë I turpshëm në hyrje. Para njave pash ato episodet e para, thash I rikthesha njerëz se unë se kisha parë kur veten nga fillimi deri në fund, dhe pash që 4-5 episodet nuk flisja fare. Isha ende në një gjendje shoku dhe po thoja ku jam, e kupton? Por më pas ja mora dorën, I fillova turpshëm je edhe në jetë reale apo ishe thjesht nga presioni I kamerave? Jo, në presioni I kamerave jo, më shumë sepse nuk e dija si funksiononin gjërat. Ishte një eksperiencë e re, kurse me kamerat jam praktikuar, le të themi, në eksperiencën time më përpara të modelingut edhe me reklama të ndryshme që kam qenë pjesë edhe nuk e kisha problem dali në skenë. Çështja ishte që nuk mund të kuptoja intrigat, thikat mbas shpine e të tjera në atë emision. Çfarë mendon se ka ndryshuar më shumë tek Bruno nga ajo periudhë? Unë mendoj që çdo njeri ndryshon çdo ditë, por rreth me ka ndryshuar fakti që e kam parë veten në disa dimensione të reja që nuk mund ta shikoja nëse nuk isha bërë pjesë e atij formati. Më ka ndihmuar shumë që të njoh veten, të njoh edhe rrethin nga të cilit normalisht rrethohemi. Është një eksperiencë shumë e bukur. A kanë menduar njerëzit apo kanë krijuar njerëzit një imazh komplet ndryshe për ty nga ajo se kanë parë nga ekrani? Mund të them që imazhi që kanë krijuar është ai që I servirim ne, le të themi, dhe unë I kam serviruar vetëm pjesën e dejteve, takimeve me goca të ndryshme tek ai emision dhe gjatë asaj periudhe nuk kam parë diçka tjetër, por më vonë kanë parë edhe faktin që kur dalin intervista lidhen me elokuencën të folurin në publik, që është diçka një pikë kyçe që më ka ndihmuar dhe të jem opinionist për formate të ndryshme. Çfarë mendon se njerëzit keq kuptojnë edhe sot nga ti? Është për të qeshur në fakt dhe për të qarë në ditën e kohë, sepse njerëzit zakonisht kërkojnë që të gjejnë, si thuaç, kërkojnë të gjejnë një intrigë, një diçka në çdo personazh që del televizive dhe kjo është e vërteta. Nëse unë flisja ose thoja diçka, ata mendonin se ishte e shkruar në skalet. Nëse flisja 3 minuta për veten, ata mendonin se unë e kisha shkruar më përpara. Siç po flas edhe tani lirshëm, e kupton? Njerëzit përpiqen të limitojnë sipas asaj që duan të shohin te ty. Nuk e din asnjëherë gjithë figurën, domethënë, se kush je. Si është një ditë normale për ty, Bruno? Jashtë kamerave, podcasteve apo eventeve të ndryshme? Ato janë thjesht një fragment shumë I vogël e përditshmërisë time, sepse unë zgjem shumë herë të mëngjes, prej vitesh tashmë, shkoj në punë, merrem me projekte të ndryshme, tani po merrem me një projekt të turizmi dentar me disa shtete, domethënë jashtë kontinentit evropian. Edhe po merrem me këtë edhe gjatë gjithë kohës zgjem herët, shkoj në palestër rregullisht tashmë sepse një farë kohë e lash. Normalisht merrem me content për rrjetet sociale, përsëri dhe këtë kam lënë pak mbasdore se vera, pushimet edhe impenjimet e tjera normalisht na kanë limituar. Çfarë pëlqen të bësh kur ke kohë vetëm për veten tënde? Atëherë, kur kam kohë për veten time, zakonisht ose shikoj anime, kjo është diçka që nuk e kam thënë, domethënë, ose shikoj anime ose shkruaj. Domethënë, pasioni im është që të shkruaj, edhe më pëlqen shumë që të shkruaj poema, më shumë në lidhje me jetën, me dualitetin e personës që unë jam. Pjesën më të madhe të kohës me kë e kalon? Me veten. Edhe kur jam me njerëz, zakonisht me veten e kaloj. Po me dejtet, si ja bën? Si e këtë periudhë me dejtet? Janë mbyllur në përputhen dejtet. Dhe takimet 4 minutë dhe të gjatët. Kam dashur një kohë pauze me veten, pasi nuk mund të vazhdosh ritmin si më fal, që po them si dashnori përjetshëm, sepse s'mund të rish në atë lloj pjese, plus edhe mosha bën të vetën eksperjenca dhe duhet që të më janosh pak dejtet, le të themi. Por kam dalë në tregu me pak fjalë prej disa kohësh. Nga dejtat, se nga gjërat tjera ti je aktiv. Zbet fjalë. Po pse ke zgjedhur që ke dikon në krah? Si është zemra jote tani, Bruno? Zemra ime, pore.
ka rahje konstante, po puna është që unë e kam bajtur zakonisht private këtë pjesë, por mund të them që jam i lumtur, jam shumë i qetë, më pëlqen shumë që jam në këtë fazë të jetës ku si thua selektoj shumë. Prandaj kam dal nga datet, më pëlqen që të selektoj njerëzit me të cilët shoqërohem. Me kë ndan lumturinë tënde? Lumturinë time me njerëzit më të afërt. Në çift Duke jo? përfshirë familjen. Në çift jo? Në çift normalisht që po. Para kosa jam çift dhe në çift. Do me thënë je në çift aktualisht. Po, mund të themi që jam në çift. O, sa mirë. Do me thënë je i dashuruar. Po normal, po je çift do jesh dhe i dashuruar o Klea. Kjo është ekskluzive, besoj vetëm për mua. Le të themi që po. Urime Bruno. Faleminderit. Ndasmën tënde dhe. Faleminderit. Ajo shumë ndryshe në jetën private nga Bruno që shohim në Instagram dhe televizor. Unë zakonisht në televizion jam shumë serioz, nuk bëj shumë batuta, edhe është pak situash boring shpesh, por në jetën reale nuk jam aq. Di të bëj dhe batuta, di të bëj për qeshur. Din të bësh dhe batuta, din të bësh dhe për të qeshur. Cila është ajo gjë e vogël që të bën të ndihesh mirë? Që ti e vlerëson? Po, diçka e vogël. Kur rikthehem, si thuash, në ato ndjesit kur kam qenë i vogël, domethënë, edhe pse jam në këtë moshë tani me kaq shumë eksperiencë, me kaq shumë problematika që ka vendi ynë edhe jeta në përgjithësi, ndonjëherë kur kthehem në atë pjesën e fëmirisë, ndihem vërtet komod. Më pëlqen ajo gjë. Tani Bruno unë dua të kaloj prapë tek dashuria, sepse dashuria është shumë e rëndësishme, sidomos kur flitet nga një mashkull. Para se të pyes se si është Bruno kur dashuron, dua të pyes se çfarë është dashuria për ty. Dhe si e koncepton dashurinë? Nuk mendoj se një emision mjafton për të përshkruar dashurinë, por është ajo lloj ndjesie e cila të bën ti të bësh versionin më i mirë i vetes tënde dhe që dëshiron që të japësh për personin që do kesh në krah, pa pritur që ai të jap mbrapsht. Që ka e bukur dashuria. Shumë. Ti si je kur dashuron? Jam pikërisht kështu. Unë jap pa pritur që të më kthejë diçka. Edhe normalisht që mundohem që të nxjerr versionin më të mirë, mundohem të ndihmoj, mundohem që të gjendem aty në çdo moment normalisht për partneren. Çfarë kërkon sot tek një vajzë? Te një vajzë kërkoj që të jetë familjare, të dojë që të ketë një familje, dëshiroj që të jetë e aftë për veten e saj, të jetë dikush që punon, të ketë zell për të punuar edhe normalisht të di të gatuaj, të di që të kujdeset. Po nëse nuk din? Nëse nuk di, s'ka problem, gatuaj unë. Oh, bravo. S'është ndonjë gjë. Secili me radhë, nuk besoj që duhet të kaloj kohën femra në kuzhinë. Këto i tham, por që dua të di se çfarë të bën të humbasësh interesin tek një vajzë. Një pyetje me vend kjo. Mua nuk më pëlqen ka shumë gjëra që s'më pëlqejnë te njerëzit, sidomos tek vajzat, sidomos në kohën e sotme. Një nuk më pëlqen fakti që presin, domethënë shumë, edhe nuk japin asgjë. Gjë që është bërë trend tashmë. Nëse ti nuk në këtë rast nuk i ke pasur ato të mira në fëmijëri ose gjatë kohës periudhës që je rritur nga familja jote, nga prindi yt, nuk mund të presësh këto nga një mashkull që sapo lidhesh dhe ja bën sikur e ka për detyrim. Dhe këtë gjë kam parë trend kudo. Çdo njeri duhet i bëj gjërat me dëshirën e plot të tyre, jo t'ja imponosh. Jo s'ka burra, kam parë shpesh që thon s'ka burra, më ka burra. Zakonisht janë të zëna gra të mira ata burra. Prandaj s'ka më për këto lloj tipesh. Kjo është një temë më vete për të folur sot për vajzat e sotshme në fakt. Unë dua të fokusohem më shumë tek Bruno, por që në të vërtetë është një realitet shumë i hidhur i shoqërisë tonë. Kjo që ti sapo përmend edhe është për të ardhur keq, por gjithsesi secili unë mendoj se e din vetë se si zgjedh të jetojë dhe të veprojë në jetën e tyre. Po xheloz jeti? E kam thënë shpesh unë jam territorial. E them si justifikim, por po jam xheloz. Po nuk e shpreh kështu direkt. Studioj, ku di unë jam tip që studioj shumë, të shikoj deri ku të arrin limiti
Duke më? Po Edhe më romantikje pas. se xhelozje territorial. Romantikja, cili është ai veprim romantik që ke bërë, gjesti më romantik që ke bërë ndaj një femre? I kam bërë surprizë, e kam çuar në vendin e saj të preferuar jashtë shtetit, domethënë. E kam çuar, a mendon se do shkoja diku, do shkoj në Kosovë më sakt, unë shkova në aeroport, i kisha prerë bileta dhe çdo gjë dhe për ditëlindjen e çova jashtë shtetit. Si reagoj? Ne kam madje me video, qau nga gëzimi në fakt, që një diçka shumë e bukur për të parë. Mua më shumë më pëlqen kur njerëzit ndihen mirë me atë çka bëj unë, se sa për veten. Lumturia ime varet nga të tjerët zakonisht, që të ndihen njerëzit e mi të afërt mirë. Domethënë dhe ti që ke ndjerë super mirë. Ajo është arritje. A ta ka bërë fama më të vështirë që ti të kesh dikon në krah apo të krijosh një marrëdhënie serioze, le ta quajmë. Se marrëdhënie besoj ke krijuar ti edhe nga fama, nuk është të ka penguar, por serioze. Është bërë e vështirë sepse janë ato pjesët që unë kam edhe para se të kisha atë suksesin, po edhe pas sidomos u shtuan që është çështja e besimit. Më duket si gjithmonë donin thjesht atë pjesën që okay, ky është i njohur edhe le të dalim, por mund të them që ka shumë vajza të mira që unë kam takuar në jetën time dhe madje ka pasur nga ato që nuk e kishin para fare programin Shoqëri Zotit, edhe unë kënaqesha më shumë në atë pjesë. Pse kënaqesha? Sepse më dukej çik, ku di unë, nuk më pëlqen që njerëzit të më shikojnë në atë pjesë, domethënë. Sado që numëroheshin miliona klikime brenda 24 orëve në YouTube, gjë që tani nuk bëhen më nëse shkon çdo lloj emisioni. Ne kishim prime time në darkë edhe normalisht kishim shumë vëmendje. Edhe ishte shumë e çuditshme që një gocë mos të shikonte, po unë kënaqesha kur më thonin që nuk e kam parë gjë që më pëlqente, po më dukej që okay, është ai misteri që do ta them unë tani se çfarë. A sheh veten të martuar dhe me fëmijë në një të ardhme? Të martuar se di. Me fëmijë po. Si është kjo, i pa martuar dhe me fëmijë? Shiko, nuk e di, domethënë, unë kam një koncept shumë ndryshe ndoshta për dashurinë që martesa nuk më pëlqen, se është diçka ligjore. Marrëdhënia midis meje dhe partneres time është midis meje, asaj edhe Zotit. Ai është dëshmimtar për dashurinë, pastaj ligji është gjë tjetër. Ishte përgjigje e bukur kjo. Sot, jo vetëm në partneritet, çfarë vlerëson më shumë tek një njeri? Vlerësoj që të më gjenden ashtu siç i gjendem unë. Dhe nuk e kam fjalën vetëm për partneren, po edhe në shoqëri, edhe kudo dua që njerëzit nuk është më shumë dëshirë, është as imponim. Dua thjesht që njerëzit të jenë si unë. Si je ti më Bruno? Unë nëse për shembull më merr në orën 3, jo jam aty gjendem. Domethënë edhe sikur mos e di të bëj diçka, do përpiqem që ta bëj që të ndihmoj. Ku ti ke ngjarë kështu ti? Unë. Të dy kështu i kam prindrit. Oh. Po. Që ke me fat, të dyve ngje. Cila është ajo gjë që nuk e fal dot? Tek njerëzit. Do ishte bazike ato tradhtia, se ato nuk e fal. Jo vetëm tek partneritet apo në shoqëri. Edhe në shoqëri, se ka. Po, ka. Tradhtia në shoqëri. Tjetër, çfarë nuk fal dot? Nuk më ka pëlqyer kurrë në shoqëri për shembull që nëse dikush thot diçka të keqe për mua, dhe kam thënë të gjithëve këtë, ai të rrit ta dëgjoj. Unë nuk e bëj. Nëse ti thua diçka të keqe për shembull për një mikun tim, unë do të them lere këtë muhabet, hajde flasim me atë në prezencë. Edhe shpesh kam parë që X person më këtë fol keq për mua dhe thjesht i kanë përkëdhel kokën. Edhe atje i kam prishur pak ato relatat, edhe unë jam tip që i pres marrëdhëniet shumë thjesht, nuk është se. Po ti je djalë me vlera. Bravo. Prandaj dua që ti largoj njerëzit. Bravo. Kush është personi që të njeh më mirë? Personi që më njeh më mirë. Mendoj se përveç faktit që kemi qenë larg prej kohës, se ka qenë emigrim, mendoj se vllai më njeh shumë. Edhe kur them më njeh shumë, sepse ai për shembull e di shpesh që unë nuk kam limite. Mund të jem, nuk kam vite mesme, ose jam shumë i mirë ose shumë i keq, ose do më duash ose do më kesh inat, nuk ka vite mesme, o njërën o tjetrën. Edhe mendoj se ai më njeh më mirë. Po ti e njeh më mirë atë? Normalisht që po. Sa i lidhur je ti me vllai?
Shumë. Me gjithë familjen time jam shumë i lidhur. Nuk ka ditë ose më saktë vakt që unë nuk komunikoj me ta në kamerë. Mëngjes drejt darkë flasi, pyes si janë, gjendem aty për çdo gjë. Prandaj familja është shumë e rëndësishme për mua dhe uroj që të jetë për çdo. Është gjë më primare. Patjetër, momentalisht primare është familja, se pastaj si të martohesh do kesh familjen tënde besoj. Përsëri nuk Primare nuk po them. Po, normalisht. Një sekundë të miku pyetja. A më tanë që na bot me këtë telefon. Po. Priti herë më ti, Otano. Priti se s'lexoj se i kam shumë vogla shkronjën. Ha? Po, silli. Hajde. Bruno, cila është... Që jam horoskopit. Bruno, cila është ajo gjë që je pjekur më shumë viteve të fundit? Çfarë të ka bërë? Që të mendosh diçka ndryshe? Ndonjë sfidë që ke kaluar së fundmi, ndonjë eksperiencë që ti e shikon komplet ndryshe? Domethënë je më i pjekur. Unë kam udhëtuar shumë në jetën time, kam eksploruar 4 anë të kontinenteve të ndryshme, edhe mund të them që eksperienca ime e fundit që e në Amerikë, isha në Dallas, edhe në një autostrad me 6 korsi, që është më e madhe andej, ndodhi që bëra aksident. Ti? Po, isha pasagjer, doli edhe që e bukura që unë para se të nisesha për Texas, por që kisori e gjatë, kisha bërë aksident gja. Binte shi këtu në Tiranë, edhe një ditë para se të ikja nga Texasi për Tiranë, ndodhi që po binte shi dhe unë po kapja video, e kam ende video dhe po thoja, ja Perëndia, me shi ka nga Shqipëria për Dallas, edhe na Dallasi për Shqipëri, po kthehem prap me shi. Po harova t'i thoja Zotit që shiko se dhe janë për plas. Edhe ma kujtoi Zoti, domethënë. Iku makina nga, domethënë, humbi atë ekuilibrin edhe u përplasëm, edhe më ka kapur në agonia ndoshta një i qeshur shumë i keq, edhe duke i qeshur e kuptova që jeta është shumë e shkurtër edhe ca gjëra duhet i bësh situash, duhet i eksplorosh sa e në kohë, se ndryshe vështirë. Të kalon jeta para syrit, po. Kjo ishte një thënie e bukur, por që unë jam e mendimit se Zoti thotë ruhu të truaj. Por që edhe jeta, çfarë mendimi ka për jetën ti? Duke qenë se ti je një person që i thua mendimet e tua pa marrë parasysh asgjë tjetër. Por do të kalojmë në një pjesë tjetër për mendimet dhe ato që je marrë ti projektet e podcastit. Si e shikon jetën ty? Për mua dhe për burrat në përgjithësi, jeta është shumë e vështirë. Pse? Domethënë ne nuk mund të kemi kurrë qetësi, sepse vetë bota pret shumë nga ne. Përveç vajzave marrëdhënieve dhe bota pret shumë nga ne. Ne jemi ata që duhet të gjendemi, ne jemi ata që duhet të krijojmë edhe vetë jetën. Shpesh thonë që e krijon gruaja, po unë ndoshta e kam thënë disa herë që pa ne nuk do bëj asgjë në këtë jetë. Çdo gjë që është e krijuar nga burri dhe normalisht kur bota ka krijuar shumë burra të dobët në këtë kohë. Burra të cilët dhunojnë, se të dhunosh është gjë i dobët në qoftë se arrin të dhunosh. Njerëz pa durim, edhe prandaj them, kjo gjë është negative dhe duhet të jesh shumë i fortë që të kesh durim në këtë botë dhe të jesh ndryshe nga kopeja. Tani do kalojmë pak tek mendimet e tua. Ke komentuar Big Brotherin Çdo vit. Pse ke zgjedhur të jesh kaq i sinqert dhe pa marrë parasysh as paragjykime dhe as asgjë tjetër dhe pa marrë parasysh se ai ish konkurrent apo konkurrent mund ta marrë sikur e ke sulm personal për të dhe jo për lojën e tij? Mund të them këtë që unë nga këto formate kam bërë aq shumë shoqëri të reja, me shumë prej konkurrentëve, madje edhe me ata që mund t'i kem sulmuar në një farë pjesë, po në të njëjtën kohë kam humbur dhe shumë shok. Njerëz se cilët i kam njohur, i kam humbur dhe gëzohem shpesh që i kam humbur, sepse nuk kanë qenë të vërtet për ai që kanë humbur. Unë aty gjykoj vetëm personazhin, gjykoj atë që shikoj në marrëdhënie me publikun. Dhe unë kam një detyrë që t'jap opinionin tim. Nëse opinioni im krijon dinamika të reja, krijon
ndarjen me publikun, ca që mbështesin, ca që urejnë. Shumica urejnë pa arsye, sepse unë as ofendoj, as them ndonjë gjë që s'është. Çdo gjë që them unë është e vërtetë, është faktike. Kështu që nëse njerëzve si pëlqen e vërteta, Po ne shqiptarëve nuk është se na pëlqen e vërteta. e di. Si ndihesh ti kur merr paragjykime? Kur merr paragjykime, se besoj ke pas paragjykime shumë në momentin që ke dhënë mendimet. Po, nëse paragjykimi vjen nga një njeri që është si për meje, si në nivel intelektual, si në komunikim, si në pasuri, si në dije, si në televizion dhe media, unë e përqafoj mendimin dhe normalisht që do replikoj me atë person. Po kur shkojnë që komentet vinë me gabime gramatikore, me një të folur pa lidhje, ofendime pa fund, kot sikur do të thënë pa arsye, nuk kanë vlerë. Këto janë zero, janë njerëz të frustruar, njerëz me halle, zin ku të shfryen në rrjetet sociale. Ose hapin ndonjë Instagram fake apo diçka. Pa fund. Mund të kesh edhe ndonjë ish të dashur që mund të komentoj. Po mirë, le të komentoj. Pa punë. Nuk të prish punë. Po s'ka problem, do të prishim punë më. Tani Bruno, unë dua të flas pak për projektet e tua të ardhshme. Ku do të shikojmë? Momentalisht janë fokusuar te puna, të drejtën. Në shtator fillon sezoni televiziv. Do shikojmë çfarë projekte do na ofrohen, edhe normalisht do mundohemi të zgjedhim më të mirën. Unë çdo vit kam bërë podcastin, kam pasur shumë edhe te pjesa e sponsorave që kanë kërkuar që thjesht të bëjmë të jap opinionin tim bashkë me ekipin tim. Dhe nuk e din nëse do ta bëj këtë vit, por të shohim. Je në mëdyshje, pse je në mëdyshje? Sepse varet çfarë më ofrohet. Unë shpesh shikoj çfarë ofrohet, a më leverdis, as më leverdis, më pas vendos. Po në televizion do të shikojmë? Besoj se po, nëse është me përfitim është në të mirën time, patjetër që po. Nëse s'është në të mirën time, si çdo vit, do bëj pas. Nëse çdo gjë shkon sipas planit tënd, ku do jesh pas një viti? Pretendoj që të jem jashtë Shqipërisë për një periudhë të gjatë. Pse? Sepse nuk e kam provuar ndonjëherë si është të rish gjatë jashtë. Ku do të jetosh? Nuk e di ende, por më pëlqen jashtë kontinentit. Dua të iki sa më larg. Më pëlqen të eksploroj larg kultura të reja, edhe të përshtatem. Përshtatesh shpejt? Po, përshtatem kudo që kam qenë. Imagjino kur jam përshtatur në Indi, në majtë të rikshave dhe atyre makinave, jo më me këto vende të tjera. Po pas 5 vitesh. Pas 5 vitesh e vetmja gjë që unë dua është që të shikoj veten me një fëmijë në krah, ose edhe 2, pse jo. Edhe nuk ka rëndësi djalë apo vajzë, unë çfarë do të jetë që ajo njo. Edhe kaq. Ai dua na jeton. Po kjo është. Të tjera ti arri vetë, kupton? S'më duhet të ndihmë. Kjo është ëndra më e madhe besoj për çdo person të krijojë familje dhe të ketë fëmijët e tij. Cila është ëndra më e madhe profesionale që e ke sot? Të jem aty ku meritoj të jem, të jem i pavarur nga çdo gjë, të kem, domethënë, projektin tim ose si thua punën time, që ta drejtoj vetë, pa pasur dikë mbi kokë, edhe normalisht të jem lider, atë që mendoj se di ta bëj. Je lider sot? Po, në punën që bëj, po. Po në punën. Po, në punën që bëj. Çfarë do t'i thuash Brunos 18 vjeç? Do i them që se kemi dalë akoma, sepse ne nuk kemi tavan. Që 18 vjeç unë s'kam pas kur tavan. Dua thjesht, më pëlqen të arrim majën, edhe pse maja nuk shihet asnjëherë. Ka gjithmonë më lart, po. Tani un kam disa pyetje të shpejta për ty. Je gati? Unë gjithmonë gati. Ti gati? Jo, unë jo dhe aq. Dashuria apo karrierë? Dashuri gjithmonë. Det apo mal? Mal. Natën jashtë apo mbrëmje në shtëpi? Mbrëmje në shtëpi. Telefon apo takim ball për ball? Takim ball për ball. Të falesh apo të largohesh? Të falësh dhe të largohesh. Këtë e bën për qetësinë e shpirtit tënd, besoj. Gjithmonë. Të jesh i famshëm apo i qetë? I famshëm? Se i qetë s'ke për të qenë asnjëherë në këtë botë, kështu që më mirë të jesh i famshëm. Romantik apo realist? Realist për fat të keq më shumë. Po dhe romantik, po realist më shumë.
Ndaj mendjen o Bruno. Më shumë realist. Një cilësi që e vlerëson tek një vajzë? Një cilësi që tjetë familjare. Bjonda apo Bruno? Brune. Një gjë që nuk e toleron tek njerëzit? Mungesa e empatisë. Një person që do ta telefonojë edhe në 3 të mëngjesit? Nëna ime. Një vend ku do të ikje nesër? Do ikja në Bali. Mbi elefant. Një gjë që do doje të ndryshoje tek vetja? Do doja të ndryshoja shumë gjëra, po kryesorja që do doja të ndryshoja është fakti që mos isha kaq skeptik, ta leja ndonjëherë veten të lirë të besoja dhe të isha më ime. Një gjë që nuk do të ndryshoje kurrë? Një gjë nuk ka ndryshuar kur është që të jepja mendimin tim edhe ashtu bruto siç jap gjithmonë. Nuk do doja ta ndryshoja këtë gjë. Përputhen me një fjalë? Eksperienca më e lezetshme deri më sot. Podcasti me një fjalë? Një eksperiencë e cila më ka arritur. E ardhmja me një fjalë? E paparashikueshme. Të vërtet kjo. Edhe tani unë do doja që ti ta përshkruaje veten me 3 fjalë. Si do ta përshkruaje veten? Me 3 fjalë. Realist, i dashur, edhe pak manipulator. Shumë do thoja. Shumë, Okej, e lëm shumë. Shumë. Ashtu siç them unë. Okej. Çfarë vibe do dha emisioni Vibe? Siç ka emrin, më dha një emocion shumë të bukur dhe mund të them që dua të komplimentoj për moshën, për faktin që e ke nisë këtë rrugëtim dhe shpresoj që të arrish atje ku dëshiron ti të arrish. Majën. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi që të kisha sot në studio. Jemi të vërtet një djalë me vlera. Faleminderit. Dhe lum familja që të ka. Kënaqësi dhe për mua të jem këtu. Ndoshta në një episod tjetër përsëri. Patjetër. Do jesh gjithmonë i mirë pritur. Faleminderit. Sot kam një vibe super të mirë dhe jam shumë e lumtur që në studio kam një talent 9 vjeçar, Eden Loci. Eden, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Je shumë i bukur. Je shumë i mirë. Faleminderit. Edhe kam kënaqësinë që të kam sot në studio, një talent të vogël, por që në ditë do të bëhet shumë i madh dhe një këngëtar shumë i mirë. Po, Si je njëherë? unë jam shumë mirë. Si ndihesh? I pa më emocionuar. S'ke emocione fare? Jo, jam super në rregull. Sa mirë, tani do të na ecë intervista vaj me që ti as ti s'ke emocione dhe unë jam shumë e lumtur dhe kam shumë entuziazëm që të kam sot ty në studio. Çfarë të pëlqen të bësh më shumë ti? Kur kam kohë që të shpenzoj, më shumë të këndoj edhe t'i bie pianës. Ti biesh piano, do të thënë prapë në fushën e muzikës. Po, Po në shkollë mëson ti, çfarë klase je? po, unë jam në klasën e 3. Je klasë 3. Po. Si ke hallet me mësimet? Mu më kanë shpallë për nxënësin më të zgjuar dhe më kanë dhënë certifikat. Je nxënësi më i zgjuar. Po. Do me thënë nuk ke vetëm talent muzikën, por ti je shumë i zgjuar, mëson. Cila Po. është ënda jote e preferuar? Matematika. Të pëlqen matematika? Po. Wow. Po unë që se pëlqej fare matematikën. S'ka problem. Eden, çfarë të pëlqen më shumë, të luash me shokët apo të rish të këndosh? Po, dal edhe të luaj edhe me shokët, por më shumë më pëlqen të këndoj. Cila është ajo gjë që të bën të qeshësh më shumë? Kur mendoj që të kap një notë të lartë, por nuk jam te tonaliteti dhe mendoj ta bëj, po më kap e shesh mja shumë. Të kap e qeshur, as nuk e bën dot? Mhm. Kush këndon më shumë në shtëpinë tuaj, Eden? Une. Ti. Po. Je gjë gjithkohës duke kënduar kur bën dush, kur rrin kot? Po edhe në dush. Edhe në dush këndon. Sa mirë, dhe unë këndoj në dush, po unë s'kam zë për muzikë. Eden, kur këndoni bashk, kush e nis këngën? Se ti, me sa di unë, e ke dhe mamin këngëtare. Po. Këngën e fillon mami dhe e mbaroj unë. Ke menduar ndonjëherë të bësh një bashkëpunim me mamin? Po. Keni bërë? Jo. Do ta bëni? Mendoj që po.
Po kur nisi ky pasion yt për muzikën? Po duke dëgjuar edhe këngëtarë të tjerë dhe me mamin në studio, edhe i thash mamit a mund ta bëj këtë cover, edhe tha po, edhe filloi duke me pëlqejt muzika edhe vazhdova. E di çfarë më pëlqen tek ti? Se je shumë i zgjuar dhe flet shumë mirë. Edhe nuk je kështu i prerë që pastaj Jo. nuk di ç'a të them edhe unë. Thjesht bëjmë bashkë bisedime dhe kjo është një Po. gjë shumë e mirë. Nuk është se do të kesh emocion. Bravo, kjo. Mirë, unë kam një pyetje tjetër. Me që ti je çun tani, si ke marrëdhëniet me femrat, me ato shoqet e klasës? Jo, do të kem shkollën një. Nuk ke domethënë të pëlqen për asnjë vajzë? Jo. Jam shumë i vogël. Po gënjen. Po ndonjë vajzë të Jo, klasës jo. pëlqen pak më Jo. shumë. Shoqe, po ashtu për pëlqime jo. Po mirë, nëse do të kishe një vajzë në të ardhmen, si do doje të ishte ajo? Bjonda apo brune? Brune. Brune si unë. Po. Çfarë të pëlqen ty më shumë tek unë? Trupi. Trupi, Po, dhe fytyra. shpirti im, ti je dritë dielli më djalë. Ti je shumë i mirë. Faleminderit. Më vonë pas intervistës do të këndojmë pak, ë? Po. Patjetër. Unë dua të di se si i ke marrëdhëniet me mamin dhe a të korrigjon mami shpesh kur ti po këndon. Edhe a kthesh ti jo mami se e di unë se si bëhet Jo, kjo. sepse unë e dëgjoj mamin se mami është edhe më e madhe se unë, edhe i din gjërat edhe më mirë, por unë mësohem nga jo. Sa mirë, do me thënë, mami është mbështetja jote më e madhe. Po. Po babi, Edhe babi më motivon. të motivon, po Po. tjetër veç mamit dhe babit. Kush është personi që të ka mbështetur më Edhe shumë? motra shumë. Do me thënë vetë familja. Po, vetëm Po familja. shokët, shoqet e klasës. Shokët thoshin bravo, edhe shkoshin luajnë futboll. Do me thënë nuk i ke xheloz. Jo, nuk i kam xheloz fare. Ti ndihesh i famshëm? Po, Si të trajtoj njerëzit? si VIP. Nëse do të rritesh, kur do rritesh dhe pak. Po. Si kush ndëron të bëhesh? Unë ndëroj të bëm si Yll Limani. Eden, çfarë do t'i thojë Yll Limanit me që ti je një fan si ti dhe të pëlqen shumë? Të bëjmë një bashkëpunim bashk. Kaq. Po. Po femra, ke ndonjë këngëtare femër të preferuar? Përveç mamit, po Përveç jo. mamit? Jo. Asnjë tjetër. Jo. Sa mirë. Ti ke dhe këngën Udhët e mia. Nuk është e imja, është i Ilie Shashirit. E Por ke kënduar ti? Po, e kam kënduar. Si erdhi momenti që e këndove? Na trego Por- pak më shumë. Isha në divan, edhe po shihja televizor dhe doli kënga e Ilie Shashirit. Edhe unë mendoja ta këndoja me motrën, edhe tha, bëje, tha, provoje një herë, edhe unë e bëra. A kishe menduar që videoja do merrte kaq shumë vëmendje? Jo. Nuk e kishe imagjinuar që do jetë Jo. kaq, do ketë kaq buj kjo video? Jo. Kur e kuptove ti që njerëzit po të njihnin? Unë e kuptoha sepse njerëzit filluan duke më marrë në intervista, edhe video shpërtheu në viewsa, dhe kaq. Kush ishte personi i parë që të tregoi që videoja është Personi i virale? parë ishte motra ime. Motra rrina shikon videot e tua, sa Po. ecin, sa secin. Po dhe tha, wow, bë virale Eden. Ti ke vetëm një motër. Po. Do doje të kishe edhe një vëlla? Po. Do doje më shumë vllajin apo motrën? Të dy. Të dy njësoj, s'ndahen. A ka ndryshuar ndonjë gjë tani që të njohin njerëzit më shumë? Po, ndihem më VIP, ndihem më i famshëm, ndihem më i gëzuar, në qa niveli kam arritur. Bravo. Dhe ti është vetëm fillimi të do të arrish shumë Po. më shumë se kaq, se tani ku je. Edhe unë dua të shkoj prap tek mami, marrëdhënia jote me mamin. Çfarë të pëlqen më shumë tek mami ty? Këndimet dhe korrigjimet që mi bën ajo mua. Të pëlqen kur të kritikon? Po. Po një gjë që të bezdis tek mami, cila është ajo? Se besoj se ka ndonjë gjë që të bezdis. Për shembull, ku unë dua të bëj një gjë, po ajo më kundërshton dhe thot, jo, nuk bëhet ashtu, po bëhet kështu. Ti e bën ashtu si çdo ti? A? E bën pastaj? Jo, po masi ta kuptoj, bëj si mami mrapa, si që më tha mami. Kur ke një performancë, mami të jep më shumë kurajo apo të jep dhe këshilla? Të dy. Cila është ajo gjë që të pëlqen më shumë, kur t'japin këshilla apo kurajo? Këshilla edhe kurajo, nuk mund t'i ndaj. Nëse një ditë ti më the që nuk keni bërë bashkëpunim së bashku, nëse një ditë do të vendosni të bëni një bashkëpunim, kush do të zgjedh Une. iden? Ti. Po. Pse ti?
Po edhe unë jam më i vogël, jam edhe më i veçantë, edhe mendoja se do ta zgjidhja unë. Kush këndon më bukur, ti apo mami? Dhe kujdes se mami dëgjon. Une. Ti këndon më bukur. Po, Nëse do të kishe një koncert tënd nesër, ku të doje të isha? çdo kund, mua më intereson veç publiku të jetë i kënaq. Të jeti i kënaqur. Me cilin këngëtar do doje të këndoj një ditë përveç Ylli Limani, sepse e tham për Yllin? Për zotin veç me Yllin. Me asnjë tjetër? Ha më se ke Jozi, se të pëlqen Jozi ty? Jo, s'm pëlqen, s'jam ai lloj stili. Ti je për balada. Jo, jam edhe për këngë moderne. Po për këngë moderne, për shembull, kemi Noizin, na? Po ai futet edhe pak si rap. Rap. Kë kemi tjetër për këngë moderne, na? Na i kujtoj çik. Butrin Timeri. Butrin Timerin. Do doje të kishe një bashkëpunim me daj. të. Butrin ti është i mirë. Kur të rritesh, çfarë do doje të bëhesha? Unë do të bëja një këngëtar. Po nëse nuk do kishe talent muzikën, çfarë do zgjidhje të bëja? Nëse nuk do ta kisha për të kënduar talentin, unë do t'i bisha pianos. Prap në fushën e muzikës. Po. A më Eden. Tani unë kam një rubrikë që do përgjigjesh për 3 sekonda. Jemi gati? Po, Skena apo studio? sken, Mikrofon apo kitar? mikrofon, Këngë apo kërci? këngë, Pizza apo hamburger? hamburger, Shkolla apo koncert? shkolla. Të këndosh vetëm apo me mamin? Të këndoj vetëm, Këngëtar shqiptar apo i huaj? këngëtar shqiptar. Tani unë do doja nga ana jote një mesazh për të gjithë fëmijët që kanë një ëndër por kanë frikë ta tregojnë. Unë nuk do ta them me fjalë, por do ta them me këngën time që do publikohet sa më shpejti. Do të publikosh këngë dhe kjo është ekskluzive vetëm për mua. Po, E ke xhiruar? për të gjithë fëmijët, po. Si është ajo, si është klipi herë? Ka femra aty në klip? Jo, Jo. jo nuk ka femra. Do doje të kishte një femër në klip? Ndoshta. Kë? Shoshet, Shoqet. po. Po si thua shoqet ti para meje këtu? Do zihemi tani. Ti duhet të thojë ty. Po herë parë si për shoh. Po pikërisht prap se nuk të pëlqeva unë ty. Po jo, po sa u takuam, ne do të njihni pak me njëri tjetrin. Sa im. Mirë, do njihemi më shumë njëri tjetrin edhe te klipi i radhës do të jem unë aty. Po, Okej. Po. Tani mund të këndosh. Nuk dorëzohem kur është vështire, çdo pengesë më bën më mire, me familjen krah për krah do t'i bëj krenar çdo hap. Do të puth pak? Patjetër. Je shumë i mirë, je dritë djeli. Tani unë do doja një mesazh nga ana jote për mamin dhe për babin duke shikuar nga kamera e kuqe. Çfarë do t'i thoje mamit dhe babit sot? Mami dhe babi, ju dua aq shumë se ju më keni dhënë gjithë këtë motivim që të vi deri në këtë nivel. Ju dua shumë. Olinda je me fat, Olinda Çaçunika. Bravo. Edhe babi është me fat që të ka ty, edhe mami, edhe motra, dhe lum familja që të ka, dhe unë e di shumë mirë që familja është shumë krenare për ty, por jemi dhe ne të gjithë shqiptarët që po dalin çdo ditë më shumë talenta të rinj, jo vetëm të rinj, por edhe të vegjël në moshë, dhe të uroj shumë sukses Eden. Unë jam fansja numër 1 e jotja, sapo të publikosh këngën. Do Faleminderit. ta bëj share direkt, duhe e kënduar unë muzikën tënde. Faleminderit. Je shumë i mirë, të të uroj shumë sukses dhe arritsh majat e suksesit sepse e meriton. Shumë faleminderit. Ja marrë kështu i erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.